Forcat operacionale të Elbasanit arrestuan një person për kokainë dhe proceduan 2 të tjerë, bab e bir, për moskallëzim krimi dhe mbajtje të armëve të ftohta. Të 3 personat po udhëtonin së bashku në makinë dhe ju nënshtruan një kontrolli të mjetit dhe atij fizik trupor. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve njoftuan se arrestuan në flagrancë shtetasin GSH, 25 vjeç. Gjatë kontrollit të kryer nga shërbimet e forcës së posaçme operacionale, në automjetin në të cilën ishte pasagjer, ju gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë, tha policia vendore. Në vijim të veprimeve për këtë rast, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AZ, 26 vjeç, banues në Cërrik, drejtuesi i automjetit ku u gjet sasia e kokainës, për veprën penale mos kallëzimi krimit, pasi nga hetimet dyshohet se kishte dijeni për lëndën narkotike që posedonte shtetasi GSH, por nuk ka kallëzuar në organet kompetente. Gjithashtu u procedua edhe babai i shoferit, shtetasi AZ, 62 vjeç, për veprën penale prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Pasi gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjet dhe u sekuestrua një thik ushtarake.